Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia, i cili është i përfshirë aktualisht në një procedim penal, ka lënë për disa orë qelinë e Burgut të Durrësit për të paraqitur padinë e tij në gjykatën administrative. Qëllimi i Veliajt është shpadhja e pavlefshme e dekretit presidentit që ka emëruar Olse Dadon në detyrën e prokurorit. Para gjyqtarit Hasbi Balliu, Veliaj sqaroi arsyet që e shtyn të ndërmarrë këtë veprim ligjor. Ajo që më ngacmoi të bëja këtë padi është fakti se për herë të parë pash që afati 2 javor për regjistrimin e një kallëzimi u bë pas 7 muajsh. Çfarë më shtyu tjetër? Pas 7 muajsh regjistrimi i emëritim u bë pas 1 viti nga procedimi. Po ashtu, më është bërë vetting për gjithë jetën që fëmijë. Arsyeja finale që më shtyu është se ai prokuror mua më ka kërkuar leje për ndërtimin dhe i kam thënë kaq të lejohet. Ky është konflikti pastër interesi. Të gjitha këto më shtyn. Vënia e njerëzve në detyra që nuk plotësojnë kriteret sjell pasoja. Në bashki nuk firmos më njëri për shkak të frikës së krijuar nga ky hetim, nga një njeri që nuk plotëson kushtet. Avokati i Veliajt, Plaren Dreca, theksoi për mediat se Olse Dadon nuk plotëson kriteret ligjore për të mbajtur detyrën e prokurorit, duke argumentuar se kjo cënon legjitimitetin e veprimeve të tij. Ligji për organizimin e funksionimit të prokurorisë parashikon kritere për të vendosur prokuror, dhe një kriteri kryesor është të kesh mbaruar shkollën e magjistraturës. I vetmi rast përjashtimor është kur ti ke punuar për një kohë të caktuar në një ca institucione të renditura në mënyrë shterruese, të cilat ne i thamë edhe në proces gjyqësor, kemi thënë në padi, këto institucione që renditen në mënyrë shterruese si përjashtim nga rregulli i përgjithshëm kur nuk ke mbaruar magjistraturën, nuk i ka konsumuar asnjërin prej tyre në ushtrimin e atyre detyre zotit Dado. Nga ana tjetër, avokati i prokurorit Dado kundërshtoi duke deklaruar se Veliaj nuk ka interes të lishëm për të ndjekur këtë proces, pasi hetimet ndaj tij trajtohen edhe nga një tjetër prokuror. Përfaqësuesja e presidencës në seancë sqaroi se institucioni nuk mund të marrë një qendrim mbi vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e dekretit, për sa kohë arkivat e saj nuk ekziston në relacion shoqërues me procedurën e ndjekur në emërimin e Dados. Seanca e radhës në gjykatën administrative është caktuar të mbahet në 8 maj, ku pritet të sqarohen më tej argumentet ligjore dhe palët të japin shpjegimet e tyre.